njerëzit do jenë të lirë të flasin. Nuk më pengon për sa kohë unë e di se si shëndron e vërteta. Unë nuk mundem do të jem, atje ka mundur të jem 24 orë me njerëzit, sado që jo gjithçka është transmetuar, më kupton? Ama jeta ime ka qenë 24 orë përpara kamerave. Në këtë moment unë nuk mundem dot që çdo lloj aludimi të dalë dhe ta sqaroj. Më kupton që nuk është kështu, por është kështu. Le të jenë gjitha kartat e hapura, le të flitet çfarëdo lloj gjëje, më rëndësi që unë e di se si qëndron e vërteta dhe vetëm kjo më. Nga ky konversim dhe nga kjo studio që jemi sot, dhe nëse kthehesh prapa dhe sheh rrugtimin tënd, që nuk është dhe shumë kohë që ka kaluar, do të ndryshojë diçka Egli? Jo, nuk do ndryshojë asgjë. Si qesh. Asgjë nuk do të heqen nga gjithë ky rrugtim. Padyshim i bukur, por momente të ndryshme ka pasur atje, ndaj po të pyes nëse nuk do të ishte diçka mbas rrugtimit do të ishte ndryshe. Ma thuaj ti. Nëse diçka do të ishte ndryshe, unë nuk do të isha kjo që jam sot. Kështu që absolutisht nuk heq asnjë pikë dhe asnjë presje, vetë jeta është e tillë. Jeta nuk është perfekte edhe unë nuk do doja kurse si të kisha pas një rrugtim perfekt. Doja atë rrugtimin tim plot me të mira dhe me të këqijat e veta. Ke treguar veten në shumë dimensione dhe në shumë ngjyra, këtë kemi parë ne gjithë si publik dhe shumica prej nesh e kanë adhuruar Eglin që ka qenë e vërtetë në emocionet e saj, që nuk ka hezituar në asnjë moment të shpalos, t'i tregon dhe të zbulojë më shumë nga vetja e saj. Për cilën virtyt që e ke treguar në biografi më shumë ti krenare? Për artisten. Për artisten edhe për zemrën e artistes që kam. Se jashtme dhe së brendshme. Domethënë qoftë në atë vajzën se si sillet me njerëzit, sepse për mua është art më vete, mirësjellja. Jo të gjithë janë të talentuar ta kenë. Dhe së dyti për atë vajzën artiste për të krijuar gjëra të bukura për publikun që më do kaq shumë, edhe që unë e dua kaq shumë. Brenda shtëpisë pojën që në rrjetet sociale të sqarohesh shumë, të jepësh shumë sqarime? Jo, nuk e ndjej. Nuk e ndjej shumë nevojën, është ajo që tash në fillim të intervistës, kur më drejtove një pyetje, me rëndësi që unë e di se çfarë kam dashur tema po të transmetoj. Në këtë moment, sidomos në këtë moment, çdo gjë do ngjalli aludime, përfolje, njerëzit do montojnë, do çmontojnë, do zgjedhin ato çfarë duan të transmetojnë, janë të lirë gjithë të komentojnë dhe të mendojnë çfarë të duan. Është diçka të cilën nuk ke fuqinë që ta